Nuhi Qeli nga gremja Ferizajt më shumë se kur sot ndihej i gëzuar. Pas shumë kërkesave në për institucione vendase, mbështetjen e gjeti tek shoqata Fenix në Ferizaj. Edhe kjo familje skamnore po bëhet me kulm mbi kokë, fal bamirësve që po kontribuojnë me mjete financiare në shoqatën Fenix. Kryefamiljari i familjes Qeli gjatë luftës ishte peng i forcave serbe, ndërsa pas djegjes së shtëpisë, ai pas luftës u vendos për të jetuar në këtë bodrum që ja kishte lëshuar vllai i tij në fshatin Ngreme. Nga vuajtjet e jetesës, ai nuk e heq nga mendja humbjen e djalit që sipas tij ka vdekur për shkak të ftohtit dhe lagështisë. Ja falenderoj shumë shoqërinë që kanë kontribuar për këtë kontribut, se me të vërtet Gjalumja të boni një punë shumë të madhe. Ason Tereza se ka punë, se ka bëu këtë punë. Ju falenderoj shumë. I gëzuar jam ball. Përpara kam jetuar në ujin patron. I don ka dek për shkak të kushtit. Edhe që të kam smunta për mjek për ditë. Drejtues të shoqatës Fenix në Ferizaj thanë se do të mundohen që ta përfundojnë sa më shpejt ndërtimin e kësaj shtëpie, në mënyrë që kjo familje treantarshe të mos përjetoj stres e trauma çdo ditë më shumë në këtë ambient as pak të përshtatshëm për jetesë. Një bashkëshatar, Gani Bërniku, djali i tij i cili punon në Irak, na ka dhuruar $10,000. Kështu që ato $10,000 shoqata ka vendosur të ndërton shtëpinë në Hiqelit, i cili gjithashtu është nga fshati Burnik. Ky është gur themeli i tretë për ndërtimin e shtëpive që ka bërë këtë vit shoqata Fenix.